Policia e Tiranës ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë para, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes së futbollit ndërmjet ekipeve KF Tirana dhe Partizani që do të zhvillohet ditën e sotme në orën 18 në stadiumin Arena Kombëtare. Segmentet rrugore që do të jenë të bllokuara nga ora 16 deri në përfundim të aktivitetit janë sheshi Nën Tereza, rruga Lek Dukagjini, rruga Dervish Hima dhe zonat përreth stadiumit Air Albania. Lëvizja e tifozëve të Tiranës do të bëhet përballë Teatrit të Kukullave, bulevardi Dëshmorët e Kombit, kthim tek TC-ja, më pas drejt rrugës Papa Gjon Pali 2 dhe të drejtohen stadiumit. Lëvizja e tifozëve të Partizanit do të bëhet nga kryqëzimi i rrugës Muhamet Gjollesha, ura Vasil Shanto, kryqëzimi i rrugës Komuna Parisit, rruga Sulejman Delvina, libri universitar, Presidenca dhe më pas të drejtohen hyrjeve të stadiumit. Policia do të garantojë dhe do të sigurojë lëvizjen e tifozëve përgjatë rrugkalimeve të caktuara dhe nuk do të lejojë grumbullimin apo kalimin e tifozëve jashtë itinerarit të caktuar. Në zbatim të planit të masave do të ushtrohen kontrolle rigoroze ndaj tifozëve para hyrjes në stadium për sende të kundërligjshme. Çdo tifoz duhet jetë i pajisur me dokument identifikimi. Nuk do të lejohen të futen në stadium shtetas pa dokumentet e identifikimit, si dhe fëmijët nën moshën 16 vjeç, pavarësisht se mund të jenë të pajisur me bileta. Nuk do të lejohen pa praninë e prindit apo kujdestarit. Nuk do të lejohen të futen në stadium të gjithë ata tifozë të cilët në aktivitete të ndryshme sportive janë të identifikuar nga policia si tifoz problematik. Policia e Tiranës kërkon mirëkuptimin e tifozërive respektive për zbatimin e masave të mosipërme, si dhe mirëkuptimin e qytetarëve për të evituar lëvizjen me automjete në segmentet rrugore të lartë përmendura në oraret e caktuara.